Apo bëhet Kosova një nga vendet më demokratike në Ballkan? Zgjedhjet e djeshme parlamentare u shndruan në një shembull pozitiv sidomos për rajonin, duke tërhequr edhe vëmendjen e mediave dhe të opinionit publik. Fitoria e lëvizjes vetëvendose u shoqërua me vlerësime të shumta, jo vetëm për rezultatin politik, por për mënyrën se si shkoi i gjithë procesi zgjedhor. Ajo që u veçua më së shumti ishte transparenca, qetësia dhe organizimi i zgjedhjeve, që për shumë vende të Ballkanit mbeten ende sfidë. Një nga aspektet më të lavdruara ishte koha rekord e numërimit të votave. Institucionet përgjithëse arritën të publikojnë rezultatet preliminare shumë shpejt, duke shmangur vonesat. Reagime të shumta pozitive erdhën edhe nga qytetarët e Shqipërisë, të cilët e krahasuan procesin zgjedhor në Kosovë me atë në vendin e tyre. Shumë prej tyre cilësuan Kosovën si një nga vendet më demokratike në Ballkan, duke vënë pa besimin e qytetarëve në votë, respektimin e vullnetit popullor dhe mungesën e incidenteve serioze. Në një rajon që shpesh përballet me kriza politike, mosbesim ndaj institucioneve dhe kontestime zgjedhore, rasti i Kosovës shërben si një histori suksesi. Ky proces dëshmon se demokracia funksionale nuk është e paarritshme, por kërkon vullnet politik, institucione të forta dhe pjesëmarrje aktive të qytetarëve. Zgjedhjet në Kosovë u panë si një hap i rëndësishëm përpara, duke forcuar imazhin e shtetit dhe duke rritur besimin se ardhmja demokratike e vendit është në rrugën e duhur.